Vendosini këta përbërës në nggjuhës sonte dhe do befasoheni të nesme në mëngjes. Sheqeri dhe kripa janë kombinime jo shumë të njohura, por nëse keni probleme me gjumin, kjo mënyrë është shumë e dobishme. Përzierja e kripës me sheqer nuk duhet të konsumohet në sasi të lartë, por nëse konsumohet në mënyrë moderuar, ka një sër përfitimesh të dobishme me përmirësimin e imunitetit, madje me dhimbjet e kokës dhe pagjumësia. Receta që u duhet është një lugë çaji krip deti, 5 lugë çaji sheqer. Raporti nëpërmjet këtyre dy përbërësve duhet jetë gjithmonë 1:5. Kombinimi i këtyre përbërësve duhet të mbahet në një kavanuz qelçi të pastër. Merrni një maj luge nga kjo përzierje dhe mbani në gjuhë para se të flini. Ato do të shkrihen shumë më shpejt. Natriumi i kripës ndihmon në përmirësimin e frymëmarrjes dhe prodhimin e energjisë. Glukoza e sheqerit është një shtesë e vlefshme e ushqyesve për dhënien e energjisë dhe mbrojtjen e qelizave. Këto dy përbërës janë të dobishëm për të luftuar stresin dhe për të sjellë gjithashtu një gjumë më të qetë dhe të plotë.